Surpriza dhe çmimet e mëdha kanë mbritur këto ditë në shtëpitë e shqiptarëve përmes produkteve të lotarisë kombëtare. Një biletë e plotësuar në Tiranë ka fituar 700.000 lekë të reja në shortin e datës 7 tetor të lojës Fito Fito. Kjo është bileta e dytë fituese e çmimit të kategorisë së parë prej 700.000 lekësh të reja në lojën Fito Fito brenda vetëm 4 ditësh. Oltion Toro ka shënuar në sket vitin e tij të lindjes 1, 9, 7, 8 dhe simbolin e fatit tërfil. Ai ishte aq i bindur në fatin e tij sa këto numra i ka përsëritur për 14 shorte rresht dhe fati nuk ka vonuar. Më datë 7 tetor, ai ka fituar 700.000 lekë të reja. Vetëm 4 ditë më parë, një tjetër biletë e plotësuar nga zoti Muharrem Zela nga Fushkruja arriti të fitojë çmimin e kategorisë së parë prej 700.000 lekësh të reja. Fituesi është paraqitur sot në zyrat e lotarisë kombëtare, ku i është dorëzuar edhe çmimi fituar. Skedat e lojës Fito Fito gjenden në pikat e shitjes në të gjithë Shqipërinë, kudo ku shihni logon e kompanisë Lotaria Kombëtare. Për të bërë një parashikim, ju duhet të zgjidhni nga një numër në secilën prej kolonave të njëjtës fush. Pasi të keni zgjedhur 4 numrat tuaj të fatit, sistemi do t'i shtojë biletës tuaj edhe nga një simbolet fatësjellse: breshk, patkua, monedhë ose tërfil. Me Fito Fito, lojtarët mund të fitojnë çdo ditë deri në 700.000 lekë të reja, si dhe shumë çmime të tjera interesante, duke shpenzuar vetëm 50 lekë.